Kur një në 2 shqiptar blejnë online, pyetja nuk është a duhet të bëni marketing. Pyetja është, sa shitje po humbisni duke mos e bërë atë? Unë jam Erioni dhe jam bashkuar specialistit për t'i vënë në dispozicion eksperiencën time 10 vjeçare në marketingun digital. Sipas Instat, 87% e sipërmarrjeve përdorin media sociale dhe 61% e tyre kanë faqe interneti. E sipas Data Reporter, fushatat me pagesë në Facebook dhe Instagram japin mundësi bizneseve të arrijnë 1.4 milion qytetarë shqiptar mbi 18 vjeç. Gjenerata re vendos online për shërbimet dhe produktet që ata duan. Nëse nuk e gjejnë tek ju, do ta gjejnë tek konkurrenti juaj. E siç ka thënë Seth Godin, nëse nuk vlerësoheni sa duhet, keni problem me komunikimin. Prandaj, investoni në marketing, sepse bota rreth jush duhet të njohë vlerat tuaja.